Po mungesa e qeverisë apo institucioneve të Kosovës, padyshim se do të ndikojë shumë negativisht. Jo vetëm të investimet e diasporës, po edhe të aferistët apo njerëzit tjerë të huaj të cilët u lumtojnë apo kanë shprehë gatishmëri të investojnë. Pra, do të jetë një hezitim shumë i madh. Dhe besoj dhe shpresoj se së shpejti do të themelohet qeveria. Po normal si do ndikon, domethënë, çdo pengesë e investimeve, domethënë, apo ardhjes së investitorëve të tjerë të huaj dhe shqiptarë këtu në Kosovë ndikon në uljen e papunësisë, pastaj në uljen e investimeve, në interesin për investime dhe tjere. Situata globale në botë ka ndryshuar, shifni tani, sidomos pas ardhjes së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, ka ndryshime shumë të mëdha nga viti i kaluar në këtë vit. Dhe mendoj se Kosova nuk e ka atë pozitë që luj me këto gjëra, sepse populli i Kosovës ka votu, ka zgjedhë deputetë e vet, dhe këta që janë, mendoj se ka një përgjegjësi dhe duhet sa më shpejt që të konstruohet Parlamenti i Kosovës dhe qeveria e Kosovës. Nuk kemi atë luks Kosova, nuk e ka atë luks Kosova tani, sidomos po foli për këtë kohë, këtë vit, që të ketë kësi farë neglizhencësh apo këso nga tresash në me veti. Kam edhe shumë telefonata nga njerëzit, biznesmenët, shqiptarë në diasporë, kudo në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Evropë, në Australi, ku më pyesin se çka po ndodh në Kosovën, dhe gjithashtu edhe të huaj, domethënë të interesuar të cilët kanë pas shpreh gatishmërinë që të kemi një qeveri dhe sa më shpejt jemi aktiv, sepse koha nuk na pret, dhe fatkeqësisht kjo çështje po vazhdon çdo herë me të njëjtit njerëz apo me të njëjtat problematika. Po do të thotë shumë, domethënë çdo mos funksionim i Shtetit e Kosovës, institucionet e Kosovës dhe Parlamentit e Kosovës ndikon shumë negativ edhe në imazhin e Kosovës, në investimet të cilat njerëzit, afaristët me njerëzit kanë menduar të investojnë në Kosovë, shqiptarët dhe të tjerë, ndikon shumë negativ. Prandaj po them se Kosova nuk ka atë luks që të bëjë këto gjëra, por të ulen, të mendojnë dhe të punojnë për Kosovën ashtu që ka votuar popullata.